Rudi Beka, Auron Miloti dhe Alban Hasani ishte treshja e ardhë po themi e ekipit të Bashkisë e Shkodër në ndeshjen e sotme përballë ekipit të medias të gazetarëve shkodran. Urime Miloti për të fitore sotme në rezultatin 9-5 për sa pam ishte shifra. Tham drejtën, rezultati s'ka rëndësi, është një lojë që i bën dy ekipet, një lojë shumë e mirë. Nga të dy ekip, pavarësisht se Bashkia e Shkodër ka në përbërjen e saj 3 ish futbollistat të Vllaznisë dhe kjo e tregoi edhe fusha, por rëndësishme është si gjithë ekipet po bën një lojë dinjitoze. Vetë ju në aspektin personal, i kënaqur me lojën tuaj në fushën? Them drejtën, e rëndësishme në këtë moshë jemi, e rëndësishme është dëmtimet, por kënaqur jemi gjithmonë kur vim në fushë dhe losim futboll. Vazhdimisht karriera sportive është e gjatë, në luajtur në stadiume, në barë natyral, por të shpejt në barë artificial. Është vërtet, është ndryshon shumë, sepse dëmtimi është shumë i afërt me sportistin. Po kemi kujdesin dhe mundohemi që neshje për neshje të arrijmë atë pozicionin ku duhet në tabelën e klasifikimit. Përgjithëse së vërtetës se treshja ju që thamë me herë Rudi Beka, Auron Miloti, Alban Hasani kishit një kombinacion të përkyrur. Bën edhe servitje gjatë javës, produksion gati për ndeshje? Thënë drejtën, deri tani nuk kemi bërë, po shpresojmë që javët e ardhshme të bëjmë një servitje një herë në javë, se është e domosdoshme edhe për këtë aktivitet, edhe për shnedin tonë. Kjo fitore e sotme ju nxit në renditje, në pikëzim dhe... Nuk i shohim renditjen deri tani, sepse kampionati është i gjatë, çdo ekip është i fortë. Kemi bërë edhe një hupje kundra Vllaznisë veteran. Shpresojmë deri në fund që kampionati të mbyllet pas një dëdhim. Kjo është për mendimin tim kryesor. Trofeu nëse fitohet do të ishte knaqësi. Trofeu është e rëndësishme i herë tek Vllaznia. Pastaj vjen këtu tek institucionet e Shkodrës. Ndërkohë, edhe më herë diskutuam edhe me Rudi Bekën, por edhe me kolegët e tjerë këtu të pranishëm në kompleks sportiv që përfundon kampionati. Krye Bashkiaku Benet Beci e ndjek të kampionat? E ndjek çdo javë, japim rezultatet dhe shpresojmë të jetë edhe ai i pranishëm, por në fakt me sa e njohim Rudi Beci është pasionant për motorët, për motociklizmin, por do të ishte me interes të ishte në ndonjë ndeshje edhe pjesëtar e ekipit futbollit. Kryetari është jo vetëm pasionant i motorëve, por është edhe i sportit, edhe i kulturës, edhe i gjithave. Dhe shpresojmë që sa më si futbollist. Tani ajo është pak me ekipin master. Ne në këtë moshë jemi pak shumë e vështirë të përballojmë një ndeshje futbolli, po t'ia lejmë kohës. Urime Miloti për fitoren e sotme dhe suksese në vazhdim. Faleminderit.